Baklav, po? Po, ka ana e Gjlanit, ka shumë që përgatitin, ka baklava, tomëlloriz, është paqja, e kështu që i kam përgatit gjitha, megjithse edhe jam shumë e gëzueshme se më vjen qika prej Prishtine, Shumë mirë. edhe e pritisante, kështu që shumë mirë, jam e gëzueshme. Tha që jeton Franca, po? Po që 8 vite jam. Edhe asnjëherë nuk e keni humbë ato traditat shqiptare për pritjen e Bajramit? Jo, asnjëherë, po tonat janë gjitha të bukura. Unë për shembull këtu jetoj, nuk është shumë gjatë, afërsisht 8 vite diçka, po unë i marr të mirat për këtyne, po tonat nuk i harroj. Shumë mirë, Zoj. Faleminderit shumë që e ndove këtë përvojë së bashku me neve, sepse jemi krejt në fund të kësaj pjese. Të përshëndes shumë dhe urime me fat Bajrami. O, faleminderit, urime dhe juve, më vjen mirë që folas pari herë, hera parë që flas me ju. Presim edhe herave tjera, mos na harro. Shumë faleminderit, urime dhe juve nese. Kaloj qaste të bukura me vajzën në Francë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe ju ashtu, kalofshi mirë me familjet e juaja. Faleminderit, çka emocionu. Se di, është po ne kështu në përgjithësi jo, sinqerisht. A jetoj po, Agnes? Ose i shkruvat në telefon, a i mirë reagojnë. Ama jo, për mu festa gjithmonë e ka kështu një farë ngarkesë emocionale, se di qysh t'i kujton edhe dhembjen, po edhe dashurin që kemi njerëzit tjerë. Edhe mu gjithmonë kështu më emocional, sidomos 2 Bajramat e fundit. Tash, mere me men, që atë sigurisht edhe unë emocionona, pa dyshim se festat nuk sjellin veç gëzim, sjellin edhe momente shumë të vështira në jetë, na mungohen persona që nuk i kemi, po tash veç mere me men, unë du na me gonë kështu me qëndru stoike, mi harru se jena në emision, po si paraqet ljotë se bosh viral që shanë gazetari, mere me sportivitet. Mas emisionit ullim edhe qajmë se bosh. Na qiti nërmen krejt dhe na shtimi ma. Që jena në emision. Që jena të mërzit shumë, po që shtate prap njëra ma e mira me vazhdu, nështë një dit me gjysë shpirti, një dit pak ma vështirë, po vazhdo njeta dhe të i kalojmë. Do të mi falenderu krejt për kujtimet e bukra që i kemi, edhe të vizitojmë njëni tjetërën, se për fund do është ta me thonë që të shkojmë të njëni tjetërën, se viteve të fundit, u mëtëm veç të uru, se nuk mune. I kom e shku në 15 vene. E po, andi të shkoti që ta 15 që i kitë afer, se mu më shetë gjdo dit. Ditën e Që tretë. unë ta foli, se na shijemi gjdo dit. Po shkot e familjar, të cilë s'ke pas kohë mi pas, sepse unë shpytoj që shto Bajramin që shkoj për një matë e krejt familjar të në Malin, sepse nuk po kemi kohë mu vizitu me zveti, po bile për Bajram të vazhdojnë që tradit. Unë jam paka shumë me afërt me familjarët, me hallat edhe me dajt, edhe shkoj vizitoj, jo veç në për festa, jo veç kur ka Bajram, po sigurisht një mesazh shumë i mirë nga Agnesa, që me shfrytzu këto ditë të bukura edhe që i kemi pushim,